Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato zhvilloi një takim me kryekomisionerin Ilirian Celibashi në kuadër të përgatitjeve për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në një komunikim për mediat pas takimit, ambasadori hodhi poshtë me forca aludimet se Bashkimi Evropian ka ndërhyrë në raportet paraprake të OSBE-ODIR-it. Bashkimi Evropian as nuk ndërhyn dhe as nuk manipulon. Lajmi se kemi ndërhyrë në raportin e ODIR-it është plotësisht i pavërtet. ODIR-i është një organizatë e pavarur dhe vepron në mënyrë të pavarur, ne nuk mund të ndërhyjmë në raportet e tyre. Ne kemi besim që ODIR-i do të bëjë një punë të shkëlqyer dhe kemi besim në punën e SPAK-ut për të luftuar krimin e organizuar. I pyetur për çështjen e lobimit prej $6 milion nga ana e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara, ambasadori theksoi se nuk komenton raste individuale. Nuk bëj komente, do të pres autoritetet kompetente. Nga ana tjetër, kryekomisioneri Ilirian Celibashi deklaroi se takimi ishte informues dhe kishte të bënte me aspektet organizative të zgjedhjeve të 11 majit. Këmbë mendime në lidhje me momentin e këtyre përgatitjeve. Ashtu sikurse edhe ambasadori tha, jemi në një proces të vazhdueshëm bashkëpunimi dhe mbështetje nga delegacioni i Bashkimit Evropian dhe nga Bashkimi Evropian për procesin zgjedhor në tërësi në Shqipëri dhe në mënyrë të veçantë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Lidhur me raportin paraprak të OSBE-ODIR-it për procesin zgjedhor në Shqipëri, Celibashi tha se e ka përqafuar atë. Çdo gjë që ata thonë për mua qëndron. Sa i takon votës së diasporës, Celibashi bëri me dije se janë raportuar disa problematika, ndërsa shtoi se deri me datën 8 maj kompania DHL do të mbajë në zyrat e saj zarfet e patërhequra. Numri problematikave të raportuara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në lidhje me votimin nga jashtë është 156. DHL ka detyrimin që të mbaj në zyrat e saj deri në datën 8 maj. Takimi mes Gonzatos dhe Celibashit vjen në një moment kur vendi ndodhet në prag të zgjedhjeve parlamentare dhe kur vëmendja ndaj standardeve zgjedhore dhe integritetit të procesit rritet ndjeshëm.